është bo luft me fotografi të Ibrahim Rugos. Ka pos plak që ka thot kallë krejt shpinë se kur s'keni mjek. Dhe kjo ka qenë ajo që o me lekeja e ka pru. Ajo o me lekeja që të më në organizata marxist-leniniste. Ata, sepse, është edhe një problem qytetërisht që duhet studim. Qëre, këta komunistat dhe majtisat, këta livduhen që e kanë rrugë Shqipnin. Po në kuën e nacionalistave Shqipnia ka pos 74.000 km katror. 74.000 km. Në Kosovën, në vilajetin e Kosovës, që u konë bashkë me Shqipnin atë ku, janë hopë gjitha shkolla. Ernest Koliqi, një nacionalist, i ka hopë gjitha shkolla. Dhe tash, janë udhët që ne duhet me studiu, cilat janë udhët, për shembull. Është udha e Leninit, e Morsit e Engilsit, e Titës e Enver Hoxhës, e Fadil Hoxhës, e Dušan Mogosh e Miladin Popovićit, dhe janë udhë e Mitat Frashit, Gjafer Devës, Shaba Pëlluzhës, Mehmet Gadiqës, Ibrahim Ruguvës, Adem Jasharit, Zahir Pajezidit e Sali Qekut, që të ndohën udhë. Dhe tash, na jena në qitë udhën e Mitat Frashit, na jena në qitë udhën e Gjafer Devës, Shaba Pëlluzhës, Mehmet Gadiqës, Bajraktarit Lahuqës, Adem Jasharit, Sali Qekut, Ibrahim Ruguvës, e Zahir Pajezidit. Edhe ata janë në udhën e Enver Hoxhës, Dušan Mogoshës, Titës, Miladin Popovićit, ta shqyën prish, Fadil Hoxhës, edhe ta shqyën prish në mje veti, unë nuk kam vaj, po den 49 është në Shqipni, edhe në Kosovë, edhe në Jugosllavi, është piskot Tito, Enver, Stalin. Den 49, Tito, Enver, Stalin, edhe një parullë kam që të shkrune 1946 në Shqipni. Në ndihmove Tito që të arrim lirin. Në të një të dojnë, nacionalista më nënë me dojnë ju një titista. Po qëfar titista më në, e në kam vjut titër, e ka vro krejt familjen, në ka shkatru krejt, kur shkollas në kalon. Da shkëtas dojnë, dhe më dojnë këta marxistat, kur u prishën dhe rëhëgja me titën, këta nuk ju prish për Kosovë. Për Stalinin ju prish. Këta në dojnë për Kosovë. Shfar Kosovë, për Stalinin. A Stalini u kon pas, tita u kon pas prish me Stalinin, këta u bënë me Stalinin në shojshin titër. Kush e shek këtë emision mund me thonë e qysh nga një gjithë të mëllë shok edhe me ki mirë me Samir Ishtokur me ashimin ju? Po nuk u kose, të athet diçka e ka shkrua Samia ka nënshkru kundër komunikatës. E vërtet? E tash, qysh me konën edhe me aton që e ka shkru komunikatën edhe me këto që ko e ka kundërshtu. Dhe më thonë, sigur t'je që... Sa mund të me konë, Samia vetë më bujna. Ja duhet me konë ato që ka shkru shak, ja me këto që e ka kundërshtu. E ke spiku shumë herë për studiet televizive, për të unë se ke thonë mas njerë. Pse në konë shpe Kadri Veseli edhe që më thonë që dolmi në tem fillim që thamë ato. Që e lam si në gjysë, bësa. Kom pas spjegu, sepse këtë probleme të komunikata. Ata rëkona zemë, sylla, ata të qenë suko zemë, sylla, janë zemë, sylla, janë Recep Selimi, janë, që më tha që tani Milajm Zeka, jo, suko kë, po, kë, i ka thok kë, kështu, dhe ju zbulu e vërteta, dhe më thonë, ta shove me vërteta, u talë në televizion, në komuna me i ka sojna që a thonë duka gjithë, apo mundesh me i. S'po mundesh me i ka soj që a thonë për para prokurorës, së në i kësë këmë thonë, kush ka shkru komunikatën? Për mi ditë nuk ka shkru komunikatën, nuk dojtë me konë janë atje në shtab përgjeshëm, më bo antari shtabit, tani me dojtë më bo ka një ketë, e tani me shkru këndër veti. Nuk s'ku mujtë, ata e kanë ditë, ata që në konë shtab. Ata po flasin për një djetit, që po thujnë ata, cila ma vërtet ata. Ata e në konë nutë të te, pas e konë? Jënë konë nutë jetu lagecit, nuk në konë për nutë jetu lagecit, edhe aty, ata shtë dhe ma herët, kemi diskutu këtë qëto qështë që e diskutuva që ta shtu. As një prezje, as një pik, nuk ka pos qëtu.